يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم. Hamdi dhe të gjitha falënderimet i takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allah subhanahu wa ta'ala thot në një ajet kuranor: Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Që do të thot atë ditë, pra ditën e gjykimit, shokët e ngushtë do të jenë armiq të njëri tjetrit, përveç atyre që ishin të sinqert në miqësi. Pra vetëm ata që ishin të devotshëm dhe që shoqëria e tyre ishte për Allah subhanahu wa ta'ala. E për këtë është shumë e rëndësishme që njeriu gjatë jetës së tij ta zgjidhë se me kanë rrin, me kanë shoqërohet, me kanë e kalon kohën, sepse shoqëria apo shoku ndikojnë tek shokët. E njeriu me kanë të rri, shumicën e rasteve ai ndikohet dhe ndikon të tjerët. Edhe ndikon të tjerë, po edhe ndikon nga të tjerët. E për këtë është mirë të kujdeset se me kanë po shoqërohet, me kanë po rri. Pejgamberi alayhi salam thot el mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Thot njeriu është në rrugën, se këto është e përdor fjala din, ala el mar'u ala dini khalili, e fjala din do njëri është për fen, është kuptimin e ka, po ndonjëherë do të thonë rrugë. E thot pejgamberi alayhi salam në këtë hadith, dhe kuptimi i hadithit është se njeriu është në rrugën e shokut të tij. Pra le të shikon se cili për ju e kanë për shoqëron. Pra nëse shoqërohesh me një njeri të mirë, ai herë do kur do ka me ndiku tek ti. Po nëse shoqërohesh me dikën që është i keq, që është jashtë rrugës së Allahut, apo bën gjunoh, apo nuk i bindet Allahut, ai ka me ndiku te ti. E për këtë thot Imam Ahmed al-Rifai radhiyallahu anhu thot: "Men jalasa ma'al umara zadahu Allahu al-kibra wa qasawata al-qalb." Thot kush rri me mbajtësit, Allah ja shton mendjemasinë dhe vrashtësinë e zemrës. Pra kush rri me princa, me mbrejta, me njerëz që janë pushtet, thot Allah xheleshon këtij person që ja shton mendjemasinë. Pse mendjemasinë? Se na vetën na ka rasti kur e keni shok, shembull as polica apo as na kretojnë diçka, më njëherë ndin vetë pak si dikush, pse se e kanë filonin shok, apo jam nipi filonit. E kjo ndikon tek njeriu. E për këtë thot Imam Ahmedi, thot kushtri me xhelese me alumara, kushtri me udhëhecit, me pushtet mbajtësit, zadahu Allahu al-kibra wa qasawat al-qalb, ja shton me ndjemasinë dhe vrashdësinë e zemrës, bëhet i vrashdës në zemër. E për këtë duhet të kemi kujdes pra se me kanë rrina. Pastaj vazhdon Imam Ahmedi, thot men xhelese me al-aghniya, kushtri me të pasurit, thot zadahu Allahu al-hirsa fi ad-dunya wa ma fiha. Kushtrim me njerëz të pasur, Allah ja shton dashurinë dhe lakmin për dunjën dhe çka ka në të. Pra kur trish me njerëz të pasur, shumicën e kohës ata për çka flasin? Për pasuri, për jetën luksuoze, për parat, për kera, për shtëpia, për punë, për fitimet, si kanë arrit, ku kanë me arrit, çfarë qëllime kanë, kështu me radhë. Domethënë shumicën e kohës e kalojnë me kësaj tema, me kësaj muhabete. E kushtri pra me të pasurit, Allah xheleshon ja shton në zemrën e tij lakmin. Pra do të thotë ki lakmus. Merr lakmi, wa aleikum selam. Merr lakmin ndaj atij të pasurit, si më arrit edhe unë si ke. Ki ka rriti pasur, kam bën gjithat mirës, jetën e mirë ka, si më mri edhe deri te ki. Domethënë lakmon. E për këtë, pra kushtrimet të pasurit, Allah ja shton dashurinë dhe lakmin për dunjon. E mira i cili dashurohet në dunjon, e mira i cili në zemrën e tij
futet dënjoja, sepse dietar thonë aq sa futet dënjoja në zemrën tënde, aq largohet edhe ahireti. Pra sa më shumë ta futesh në zemër dënjon, aq më shumë largohet edhe ahireti, se ditë bashkë në shkojnë me një zemër. Pra nëse don më shumë ahiretin, sa më shumë ta shtosh dashurinë ndaj ahiretit, largohet dënjoja. Sa më shumë ta shtosh dashurinë ndaj dënjos, largohet ahireti. E për këtë, kushtrim me të pasurit, Allah xhaleshani ja shton dashurinë dhe lakmin për dënjon dhe çka ka në të. E mira i cili është i dashuruar tham në dënjon, sepse kush dashurohet në të, ka mu shkatru një ditë. Kush është lakmues ndaj dënjos, do të shkatruhet një ditë, sepse njeriu kur të vdes, kur të largohet prej kësaj dënjoje, kjo dënjo nuk vjen me ti në varr. Ka me të allon një copë vend që atële, një varr, heq atële edhe të i me zbrit me punën tënde. Pastaj varri ka me thonë, oj biri Ademit, a te lavi dënjon, a dënjoja të lati? Jo, Allah dënjojnë Allah, se nësë kemi lume në vejt neve, për gjithë mund për ki kapi për dënjo. Por thot, dënjoja më la. Pse? Se tash vjen tjetri mas te, vjen tjetri shkon, vjen e shkon njerëz në këtë botë. Lloj njeri ka në këtë botë. Lloj njeri ka kalu këtë botë. E për këtë, me pas kujdes që mos njeriu nuk është ndaluar mu shoqëru me njerëz të pastër. A di mos ta kesh kuptoj, nuk është keq mu shoqëru me njerëz të pastër, por me pas kujdes, se sa më shumë shoqërohesh me njerëz të pastër, Allah xhaleshan ta shton tham dashurinë dhe lakmin për dënjon dhe çka ka në ta, sepse tham ata shumicën e kohës e kalojnë të fol për parë, për pasuri e kështu me radhë. E treta thot Imam Ahmed al-Rifai, men jalasa ma'a al-fuqara zadahu Allahu ar-ridha bima qasamahu Allahu ta'ala. Thot kushtrim me njerëz të varfër, Allah xhaleshan ja shton kënaqësinë në caktimin e tij. Pra kur të rish me njerëz të varfër, atëherë do të jesh i kënaqur me aq ta ka dhënë ti Allah. Se kur ta shifsh ai varfër, edhe ti ke punë pak më mirë se ai, atëherë do të jesh i kënaqur me thonë alhamdulillah, shih pas ka më kësë unë. Edhe do të jesh i kënaqur me aq ta ka dhënë Allahu. Pra sa më shumë të rish me fukarat, më shumë të shtohet në zemrën tënde ajo bindja apo razia dhe kënaqësia me aq ta ka dhënë Allah subhanahu wa taala. E pejgamberi alayhis salam shumicën e kohës e ka kaluar me njerëz të varfër. Edhe pse ka qenë pejgamberi i Allahut, edhe pse ka hipur mbi 7 qilla, edhe pse ka udhëhesi gjithë i këtij ummetit, prap shumicën e kohës ka nejt me të varfërit. Pra ta kaloj shkollën me të varfërit, thot Imam Ahmed al-Rifai, thot Allah ta shton zemrën tënde kënaqësinë dhe kënaqësinë me caktimin e Allahut që ta ka caktuar Allah çat pjesë të pasurisë. Pastaj thot men jalasa ma'a as-sibyani zadahu Allahu lahwa wal-la'ib. Kushtrin me fëmijët, Allah ja shton dëshirën për argëtim, dëfrim dhe dëshirën për të luajtur. Nëse kalon kohën, shumicën e kohës me fëmijë, nuk mish me punë të mëdha, por natë ditë vetëm me fëmijë. Tash po thonë është ndaluar me nejt me fëmijët e tu, e me kalu kohën me to, me lujë ndonjëherë, me bë hajgare me to, me dal me shëtit. A më dikush e ka këtë kohën e kalon me fëmijë, në rrugë me fëmijë, shtëpi me fëmijë. Edhe kur ta shikosh edhe pse i ka 30 vjet, 40 vjet të duket ende si fëmijë. Do të thonë mendjen të menduarit nuk e ka si burr, po e ka hala si fëmijë. Pse se srri me burra për shembull, me pleq, me përfitu prej pleqve, prej të më të vjetërve, se dietar thonë nëse i vjetri nuk ka dituri, po ka praktik, ka praks në jetën e tij. Nëse një vjetër nuk ka dituri, nuk ka shkollë, nuk e ka kryer një fakultet, por ai ka praks në jetën e tij. Ai ka kalu një jetë të gatë nëpërmjet të cilës ka mësuar shumë sende. E për këtë thot Imam Ahmed Rifai, kushtrim me fëmijët, Allah ja shton dëshirën për argëtim, dëfrim dhe dëshirën për të luajtur. Pastaj thot men jalasa ma an-nisa'i zadahu Allahu al-jahla wa shahwa. Kushtrin me gra, Allah ja shton paditurinë dhe epshët. Kush e kalon kohën me gra, shumicën e kohës me net, për të mirë apo për të keq, ha? Kush rrim me gra, thot shka thot Imam Ahmed Rifai, thot Allah ja shton pa diturinë dhe epshin. E për këtë, duhet me pas kujdes njeriu, tash ku thim me gran. Nuk do me thonë se mos më nej tash me nonën, me motrën, me gruin, me mudadi, burrët na sop, gran këtë sop, pse i ke motër apo gruaj apo non apo diçka familjes, jo. Po ta kaloj shumicën e kohës me gra, qofsh në të familjes apo edhe me qera, na për rrugën, na për punën, na për se na i shohim shpesh disa që punojnë e keni pa, nëse to vetëm me gra, natë ditë punojnë, punën e ka çashtone, fakt këta shish nuk duhet bash fort si burr. Pse se kanizmi mor gjesët e atinve, sillet e atinve, të folmën e atinve,
e pa ka probleme patën atë si burr. Sa më shumë njeriu të rrijë me gra, Allah xhaleshani ja shton pa diturinë dhe epshën. Edhe kjo nuk është në çmim për gratë. Po ki Imam Ahmed Rifai pi tregon disa me kanë të shoqërohen më shumë, cila është shoqëria më e mirë, me kanë të rrijmë më shumë për me avancu, për me hecë para. Thot men xhelasa me as-salihin zadahu Allahu raghbata fi ta'a. Thot kush rrin me njerëz të mirë, me vlija, me njerëz të ditur, me njerëz të mirë, thot Allah ja shton dëshirën dhe interesin në bindje ndaj Allah. Se kur trish me njerëz të mirë, me vlija, me të ditur, për aty çka dëgjon? Dëgjon këshilla, dëgjon mësime, dëgjon porosi të Kuranit, porosi të haditheve. Edhe atëherë të shtohet dëshira ti për çka? Edhe interesi për bindje ndaj Allahut. Se tham, fillim na tham, shoku ndikon tek shoku, ashtu siç ti ndikon te tjetri, edhe dikush ndikon te ti. E për këtë, kur rrim me njerëz të mirë, kemi përfituar diçka prej tyre. Këshillat, muhabetet që i ndëgjon, temët mes tyre, edhe ti kemi përfituar dhe ndikon ajo te ti dhe të shtohet dëshira për bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot men jalasa ma al ulama zadahu Allah al ilma wal wara, thot kush rrin me dietarët, thot Allah ja shton diturinë dhe el-wara çka është? Lënia gjëra të dëshimta dhe të lejuara nga frika që të mos bie në haram. Pra kur trish me dietar, Allah xhaleshanu çka shton diturie. Se kemi mësu pjatinë, ti në stop të rrit me tan diçka të dalës, ai i ditë nuk ka me fol kot e kot. Ai s'ka me fol më të dynjos. Ajo se ka me të fol për din, ose ta kallzon një histori, ose halali harami për namaz dhe për shto. Temët atina këto janë, të dietarë. E çka përfiton prej atij diturinë? Dhe el-wara çka ishte? Të largohesh nga sendet e dëshimta dhe të lejuara nga frika që mos të bish në haram. Se do janë dikush nëpërmjet punëve të lejuara shkon në haram. Dikush ndonjë nëpërmjet punëve të dëshimta shkon në haram. Se pejgamberi alayhis salam ka thonë, halali është i qartë, el-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halali është i qartë dhe harami është i qartë, por mes tyre ka sende të dëshimta. E shumica njerëz që i bojnë të dëshimtë çojnë në haram. E për këtë, thot Ahmed Rifai, thot kush shoqërohet me dietar, thot Allah ja shton diturinë dhe ja shton atë të dënjer të largohen nga të dëshimtë dhe të lejuarat nga frika që mos të bjerë në haram. Se dënjer njëri të çon jetën lloksos, aty disa kënaqësi, pse janë halal, po tu vazhdimisht i bën ato, vazhdimisht nëse mund të kalojë edhe për haramin. E për këtë është mirë që njeriu të rrin me dietar, të mëson diturinë dhe të përgatit për botën e ardhshme. Dhe e fundit e teta thot men jalasa ma al-fusaq zadahu Allahu dhanba wa taswif at-taubati. Thot kush rrin me gjunaqtarët, Allah ja shton gjunohet dhe vënimin e pendimit. Kur të rrish me njerëz që janë gjunaqtar, e vënon pendimin. Edhe të shton gjunohet, sepse kur të rrish me gjunaqtar, ai ndikon te ti dhe nesër edhe ti fillon të bash gjunohe me ta. Po edhe taswif at-taube, vënimi i pendimit, pse ai nuk shtin mu pendu, ai thon, a vese halajën atri, vazhdo të shtonen. Hajse nesër kemi vakur penduam, hajse nesër shkojnë në hax, hajse nesër ta bojnë aket e penduam, halajën atri ta shijojmë rinien. Po sa rinien të shiju vdekjen. Sa rinien të vdek, çdo ditë po i shohmi. Mos u mashtrojmë asajna ta shijojnë rinien. Se vdekja nuk ka marrveshje me ti a 20 vjetan, 50 70. Nuk ka vetëm kur të vije, pa prit. E për këtë mos u shoshro me njerëz gjunaqtar, sepse nëse Allahu lëshon dënim tek ai, ai dënim të dëtroke edhe ti. E për këtë, pra kushtrim me të prishurit, pra me gjunaqtarët, Allah ja shton gjunohet dhe vënimin e pendimit. Pra këto ishin disa porosi nga dietari Imam Ahmed Rifai, pra tregon se kushtrim me këto 8 kategori njerëzish, Allah ja shton 8 veti. Pra me sizo njërë, me kanë të reshë, Allah të shton disa vetit atin, arrim me të mirën të shton vetit e mirë, arrim me të keqen të shton vetit apo cilësit e këshia. Dhe në fund, Allah xhaleshan thot ajetën që e cekëm në fillim, al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin, atë ditë shok të ngushtë, pra ditën e gjykimit do të jenë armiq të njëri tjetrit, përveç ata që ishin të sinqertë dhe ishin të devotshëm. Pra shoqëria e tyre ishte për Allahun, kur u takojshin për Allah, kur u ndajshin për Allah. E inshallah Allah xhaleshan na bën për atij që shoqërohemi vetëm me njerëz të mirë. E lutem Allah subhanahu wa taala që shok që i kemi të jenë shok të sinqert, të devotshëm,
me një jetë të pastër për Allah subhanahu wa taala, që në ditën e gjykimit kur të ringjallemi në hijen e Arshit dhe të jemi bashkë edhe në xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Pra jemi tash në muajin e Ramazanit, muajin e qetësisë, muajin e rahatisë së shpirtit, muajin në të cilën shtohen ibadete ndaj Allah subhanahu wa taala. Inshallah Allah xhaleshano në këtë muaj na i pranon lutjet tona, veprat tona, adhurimet tona dhe çdo punë të mirë që e bëjmë për Allah subhanahu wa taala. Dhe në fund të lutim Allahun taala kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.